Universiteti i Shkodrës Luigjë Kurakuqi ka bërë publike kalendarin e regjistrimeve dhe konkurseve të pranimit për disa nga programet e studimit që kërkojnë testim praktik në Fakultetin e Shkencave të Edukimit. Për programet pikturë dhe grafik, si dhe pedagogji muzikore, regjistrimet do të zhvillohen më 17 gusht nga ora 8 deri në orën 13 pranë Sekretarisë Mësimore të Fakultetit të Shkencave të Edukimit. Konkursi i pranimit për të dy programe do të mbahet më 18 gusht në orën 9, përkatësisht në atelien e grafikës dhe në Departamentin e Arteve. Ndërkohë për programin Edukim Fizik dhe Sport, regjistrimet do të zhvillohen në data 17, 18 dhe 19 gusht, ndërsa konkursi i pranimit do të mbahet më 20 gusht në orën 9 në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi. Këto programe vijojnë të jenë pjesë e ofertës akademike të Universitetit të Shkodrës për të rinj që synojnë të ndjekin studime në fushën e arteve, muzikës dhe sportit. Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet përmes konkurseve të pranimit, të cilat testojnë aftësitë praktike dhe përgatitjen e tyre në secilën prej këtyre fushave. Universiteti u bën thirrje të gjithë kandidatëve të respektojnë afatet dhe dokumentacionin e kërkuar për të marrë pjesë në konkurset e pranimit për vitin e ri akademik.